besoj që rezultatet do të jetë shumë mirë për lëvizjen e vendosje. Prandaj unë i përgëzoj gjithë qytetarët për maturinë që kanë treguar. Tash duhet të presim që procesi numërimit të përfundoj dhe t'i kemi rezultatet përfundimtare nga të Që ka pas edhe rënje të qytetarëve që kanë dalë për të votuar, pra se në që janë demotivuar, por ka rënjen sipas ekzekutivave dhe televizës dhe vendosjes. Se shihni këtë rezultat deri tash sa po flasim. Unë nuk dua t'i komentoj exit pollet, sepse i kemi PCZ-n, institucionin e shtetit, që ka bën numërime, do të tregojmë respekt edhe ndaj tyre. Po dalja e vogël e qytetarëve. Unë besoj që e drejta e votës është e vullnetit të lirë të secilit. Të gjithë duhet t'i bëjmë analizat dhe vlerësimet tona të nevojshme. Kjo është pyetje për gjithë spektrin politik të Kosovës, mirë po sonte. Fillimisht duhet ta kremtojmë një ditë të qetë, një rikonfirmim të demokracisë në vendin tonë, dhe ta presim rezultatin përfundimtar nga Nëse sepse atje po bëhet punë e madhe. po Dhe ata njerëz meritojnë respektin e gjithë neve, dhe një uroj juve punë të bardhë, dhe Po nga faktikisht se jeni. po nga rezultatet zgjedhore se pra zyrtarët dini që jeni në ulje. A keni reflektuar? Nuk ka kurfar indikacion për ulje. Besoj që rezultatet do të jetë shumë mirë për lëvizjen e vendosje, por tashmë procesi ka përfunduar dhe po bëhet numërimi, prandaj ta presim rezultatin zyrtar me KCZ. Faleminderit shumë për gjithë juve.